Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe njoftoi se partia e tij do ta bllokojë miratimin e kodit zgjedhor në kuvend, pasi siç tha, ligji nuk është as europian as demokratik. Filipçe paraqiti 3 vërejtje kryesore: votimi elektronik i diasporës pa mundësi kontrolli, dobësimi i fshehësisë së votës dhe kufizimi i ankesave vetëm në ato të shënuara në proces verbal. Sipas tij, qëllimi i vërtetë i pushtetit është vendosja një sistemi të kontrolluar votimi, njësoj si në kohën e Nikola Gruevskit. Овие три забелешки, ќе повторам, не се ниту европски, ниту демократски. Изговор е дека власта сака да го донесе овој закон само за да ја реализира што повеќе реформската агенда. Тоа не е точно. Тие сака да воспостават режим, сака да си отворат врата, можности, инструменти да го контролираат и злоупотребат изборниот процес. Предвид ние овој закон во собранието ќе го блокираме. Ваков закон не сме ова собрание да донесе. Ке го блокираме затоа што граѓаните заслужуваат да имаат фер, демократски изборен процес, а не вака контролиран како што Христијан Мицкоски тргнал да го воспоставува по примерот на неговиот ментор, очигледно идол Никола Груевски. Deputeti i VMRO-DPMNE-s dhe zëvendës kryetari i kuvendit Antonio Miloshovski tha se çndrimi i Filipçes është vetëm dëshmi se qëllimi i tij kryesor është të kundërshtojë ligjet e agjendës reformuese për të cilat Komisioni Evropian ka dhënë vlerësime të larta. Прво би сакал да напоменам дека ваквата најава од господинот Венко Филипче е само доказ дека неговата главна цел е да се спротивставува на законите кои што се дел од реформската агенда, а за кој што Европската комисија досега даваше високи оценки за нивното донесување и имплементирање. Втората работа, сметам дека Венко Филипче преку најавата за блокада на изборниот законник бара можно оправдание, алиби за следниот изборен пораз или евентуално за бојкотирање на следните парламентарни избори без разлика кога ќе се случат. Ndryshe, siç njoftoi Miloshovski, propozim ndryshimet e kodit zgjedhor do t'i dorëzohen kuvendit me të gjitha ndryshimet e harmonizuara sipas rekomandimeve të ODIHR, por pa ndryshimet në nenin 76D që ka të bëjë me mjetet për reklamim zgjedhor. Arsyun e kësaj Miloshovski e lokalizonte partia Levica, antarët e së cilës në grupin punues tani refuzojnë të nënshkruajnë ndryshimet që vetë i kishin kërkuar. Kryetari i Levicës Dimitar Apasjev hodhi poshtë këto akuza dhe tha se për ndryshimet e propozuara nuk është arritur konsenzus, sipas tij 5 çështje kyçe kanë mbetur të pazgjidhura, duke përfshirë financimin shtetëror të fushatave zgjedhore. Apasjev e cilësoi situatën si diskriminim politik ndaj Levicës dhe njoftoi se partia do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për nenin 76D, duke paralajmëruar se nëse procesi vazhdon në këtë formë, deputetët e Levicës do të bllokojnë miratimin e kodit zgjedhor.